Ishte një ditë e ftohtë dimri. Rrugët ishin të mbuluara me balë dhe pellgje, dhe ajri ngjante si një te i ftohtë që prekte lëkurën. Në një lagje të varfër të qytetit, një djalosh i vogël, rreth 10 vjeç, eci me këmbët zbathur drejt xhamisë. Rrobat i kishte të vjetra, por të pastra. Në fytyrë mbante një përzierje të ndrojtjes dhe përkushtimit. Ai u ndal te dera e xhamisë dhe i shikoi këpucët e të tjerëve, të vëna me kujdes në rresht. Ai s'kishte ç'të hiqte. Thjesht futi këmbët e ngrira brenda dhe u bashkua në rresht me besimtarët. Një burr i moshuar që rrinte zakonisht në qoshën pranë derës e vëzhgoi në heshtje. E kishte parë edhe ditë më parë. Diçka në mënyrën e përullit dhe në lutjet e tij të thella ia preku zemrën. Pas namazit, burri nuk tha asgjë. Doli nga xhamia i fundit, nxori nga çanta e tij një palë këpucë të mira, pak të përdorura, por të forta, dhe i vendosi aty ku djali i vogël kishte hyrë zbathur. Pastaj u largua pa u kthyer. Kur djali doli nga xhamia dhe i pa këpucët, shikoi rreth e rrotull i hutuar. Nuk kishte askënd, asnjë shenjë. Në fillim nguroi t'i merrte, por më pas i vuri në këmbë. I vinin fiks. Në fytyrë u shfaq një buzëqeshje që nuk mund të përshkruhet me fjalë. Një dhuratë që nuk kishte emër, por mbante një aromë mëshire që nuk harrohet. Kaluan vite. Ai djalë i vogël u rrit. U shkollua me mundim, punoi fort dhe përfundimisht u bë një njeri me pozitë në komunitet. Kishte mundësi tani të blinte, të jepte, të ndihmonte. Por ai asnjëherë nuk e harroi momentin kur dikush, pa emër dhe pa fjalë, i kishte dhuruar dinitet në një ditë të ftohtë. Që prej asaj dite, sa herë që shite një fëmijë zbathur apo në nevojë, nuk pyeste as për emrin, as për historinë. Thjesht ndihmonte. E bënte në heshtje, sepse ai e dinte, veprat më të mëdha nuk i bën emri atij që jep, por sinqeriteti i zemrës që jep pa u dukur. Mësimi. Një gjest i vogël mund të prek një jetë të tërë. Dhe një vepër që bëhet për hir të Allahut, pa kërkuar falënderim apo lavdërim, mbetet e shkruar jo në letër, por në zemra dhe në shpërblimin e tij.